Vllaznia në basketbol për meshkuj e ka nisur mbar fazën e play-offit të kampionatit në ndeshjen e parë të turit çerik finalat të ndaj Teutës, të luajtur në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi. Basketbollistët e drejtuar nga trajneri Eni Llazani kanë fituar me 45 pikë diferencë ndaj dorësakëve. Ndeshja nisi me rivalitet, por vendasit e mbyllën periudhën e parë me shifra 18-12 në favor të tyre. Edhe në të dytën, fiton sërish Vllaznia 18-13, duke shkuar në pushimin e takimit me një përsi prej 13 pikësh në favorin e saj. Ndërkohë, në dy periodat e fundit të ndeshjes nuk do të kishte shumë histori. Perioda e tretë do të vendosë gjithçka, teksa ajo do të fitohej me rezultatin e thellë 31-6, ndërsa edhe në 10 minutat e fundit u vulosën shifrat 26-17. Përfundimisht një fitore thellë e Vllaznisë në shifrat 93-48, e cila fiton ndeshjen e parë ndaj Teutës. Trajneri Eni Llazani pas imposhti thellësisht Teutën në sfidën e parë të play-offit, tha se kualifikimi i Vllaznisë do të jetë në Durrës. Mendoj që sot kena dalë në fushë me një karakter tjetër, me një dëshirë tjetër për të luftuar. Dhe besoj u duk. Kena një ndeshje shumë të vështirë që do e luajmë të shtunën në Durrës dhe shpresoj që skuadrat dalin në fushë me këtë lloj karakterit që kishte sot. Mos marrin asnjë gjë si të mirëkenon dhe luftojmë për çdo top siç luftojmë sot. Besoj që djemtë kena të karikuar edhe gati për me dhanë më të mirën e tyre. Presoj objektivi është që ndeshjen e radhës të luajmë si sot. Dhe nëse ndeshjen e radhës luajmë si sot, atëherë do përgatitena për tjetrën, kushdo që tjetë. Presoj shumë që me rikthimin në fushë të Thomas, bashkë me afrimin e Mërrit që kena bërë tash kohët e fundit, skuadra ka një stol shumë të fortë, përgatitjen e kena goxha të mirë, kështu që nuk kena pse hymë me qëllime tjera përveç se me fitu në çdo ndeshje. Ditën e shtunë do të luhet ndeshja e dytë këtë herë në Durrës. Në rast fitoreje të kuqebluve do të mbyllet gjithçka këtu pa patur nevojë të luhet një ndeshje e tretë në Shkodër të mërkurën tjetër.